Alo? Përshëndetje, kryeshef. Përshëndetje. Arben Ahmed, jam drejt për drejt. Fare shkurt, pata disa njoftime nga punëtorë natyrisht në kushte anonimitetit. Do të keni problem me dhënien e rrogave apo e keni zgjidhur edhe për këtë muaj? Arben, faleminderit shumë. Jo, në fakt punëtorëve ju kanë dalë pagat, kam vetë një pjesë të drejtorisë dhe na që jemi pak më shefa. Kemi me pa e marrë kjo ka si rjedhojnë nështë dhe për shkak se një përmbarus ne ka bloku disa për llogarive dhe na pa mundësej me i kry dje. Po besoj është rregullu se gjatë ditës presim me i ekzekutu gjitha ose në mastorti nesër. Po për ndryshe Arben, na jemi mrena fateve ligjore për shkak se me rregullore kemi deri ditën e 7, maksimum deri ditën e 15. Qartë e mund. Çka kemi mri me ba është pej qershorit vitit 2023, të e pas parasysh që një numër i madh i punëtorëve tonë kanë kredi dhe këto këstet po i marrin para të pesit, jemi kujdes maksimalisht që pagat mi qitë gjithmonë deri me të pesit. Kështu që deri sot kemi mri ta shetutjet e shumë, për shkak të disa probleme financiare që i kemi në komunë të Prishtinës, e shumë apo mri me u stabilizu këtë drejtim. Faleminderit shumë, ishte drejtori kryeshefi i kompanisë pastrimi, i ndërmarrjes pastrimi këtu në kryeqytet, nuk do të kemë problem me rroga dhe